Dezinformimi përmes inteligjencës artificiale është një prej problemeve të mëdha me çka po përballen adoleshentët. Përmbajtja e rreme sot krijohet shpejt, duket shumë reale edhe përhapet më shpejt se kurrë, ndërkohë që trit kalojnë pjesën më të madhe të kohës online. Të dhënat e një studimi të kryer në vitin 2025 nga Common Sense Media me 1045 adoleshentë të moshave 13-18 vjeç në Amerikë tregojnë se 41% e adoleshentëve kanë pa imazhe ose video që dukeshin reale, por ishin manipuluese. 35% thonë se janë mashtruar nga përmbajtja e rreme online. 22% kanë shpërndarë diçka që më vonë ka kuptuar se ishte e rreme. 28% madje kanë dyshuar nëse po flisnin me njeri apo chatbot. Dhe pas këtyre përvojave, 72% e adoleshentëve thonë se kanë ndryshuar mënyrën se si e vlerësojnë saktësinë e informacionit online. Në studim, thuhet se AI e rrit edhe më shumë pasigurinë. Kjo pasi 35% e adoleshentëve besojnë se inteligjenca artificiale e bën më të vështirë me kuptu se çfarë është e vërtetë. Për më tepër, ky studim tregon se besimi tek platformat është i ulët. Rreth 6 në 10 adoleshentë deklaruan se kompanive të mëdha të teknologjisë nuk mund të besohet se do të kujdesen për shëndetin e tyre mendor dhe mirëqenien, ose do t'i mbrojnë, edhe nëse ju bie fitimi. Të gjitha këto të dhëna tregojnë se të rinjt po jetojnë në një realitet ku imazhet e krijuara me AI duken të vërteta, ku lajmet e rreme përhapen brenda sekondash dhe ku është gjithnjë e më e vështirë të dallosh të vërtetën nga manipulimi. Prandaj, mendohu para se të besosh një përmbajtje që sheh online dhe akoma më shumë para se të shpërndash atë. Në epokën e AI, mendimi kritik është mburoja më e fortë kundër manipulimit.